could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Sa ishim në orë atje, e kemi bo frez një orë, bili qof automobilin pak se normalisht du të me mojtë pyt në stop për mas ku të bëjsh frez. E kemi realizu, do më thonë bukën e kemi zirë me sukses orën. E tash jemi në Shushic, tek pompa, tek familja Halilaj, që i përshëndesim të gjithë kudo që janë. Jo vetëm në Shushic, por edhe në diaspor e kudo. E ne tani do të shkojmë në përfshat, do të diskutojmë për problemet, për hallet, për të mirat, për këqijat, për gjitha, së bashku me qytetarët e fshatit Shushic Istan. Au lodha qa bona, a je mira s'ka je. Razolla si e ku je. Shushinja s'ka je Mirë mi. boc, që shjeti, mirë. Vet, Mirë familje. familja krejt, Po mirë. tu lodh, Po ju s'jeni. po mirë. Komplet ajo familje. Përgjithsisht mirë. E lam pe Zoti një fsha mirë për juve. Si djali i ri. Po. Si po kalon? Shkoj pak si për i noti në rejtë, se jëm plak bon. Ja, mirë, deri këtu shumë mirë. Çush është puna? Mirë ka derë Zoti. Sot e kemi zgjedh fshatin Shushic, edhe kemi ardhur me këshyr hallet, jemi na me popullin bashkë me juve, me këshyr çush është puna, sa i përket infrastrukturës po e shohim që mirë një rrugë, asfalt, mirë erdhëm deri këtu. Po. Çush e shen ti përderisa je këtu? Pjesën më të madhe të jetës. Pjesën më të madhe të jetës e shoh si ky komunitet tash njerëz shqiptar të gjithë që janë këtu që jetojnë në fshatin Shushic, si fshat shumë i vjetër ky. Janë konsistent, qëndrueshëm, se kanë lëshu, se kanë braktis venin, absolut. Trit s'kan pas qare se do infrastrukturë bo edhe ndërtim kështu. Personal, gjithsesi ka bon diçka, po mbështetje nuk kanë pas absolut as për nivel qendror e as për nivelit komunal me e bon ai punësima, nai mundësi ma të mirë për më qëndru ata këtu. Po dosht tikun të mësyn vendet e Evropës për një kafshat buk o burr. Do thotë rinia kanë emigru. Shumë. Arsyet ndryshme. Për arsye ekonomike të gjithë. Domethënë ekonomia është baza. Baza. Baza dhe arsyeja Po se ky kryesore. vend blegëtor edhe bujqësor nga pak, po mvaret krejt prej natyre. Nuk është tokë aq pjellore se uji nuk ka. E verat e vështira, ekzistenca e vogël, s'kan pas qare detyrimisht. Çush është Bacinez, çush është puna tek ujit e pijes? A ka ujë të mjaftueshëm? Keq shumë. Pse keq? Ku është problemi? Ky hidrodrini mund është me e qujt vish 4 muaj dimën që është hidrodrini. 6 muaj tjerë ose 7 muaj është hidropus. Pi puseve furnizohem 2 lagjet nalt që janë afër rezervarit, po ujt ik të poshtë, ato 2 lagje gjithë janë pa ujë. Kryesisht Verave. Tjetër problema ka? Jo, si infrastrukturë, do kanalizime të vogla janë bo, jo dha që shot dasht të bohen. Domethënë fshati ka kanalizim. Kanë lagjet, janë shku vetë me punë të vetat, me mundësi të vetat, i kanë bo do kanalizime. Këtu e kanë bartë, e kanë qu. I falenderoj, e kanë largu prej fshati, po i falenderoj komunën. Për kanalizime, gati që është e kryme. Domethënë ujit pijes është problem vera. Shumë problem. Se këtu, si infrastrukturë, këtë rrugë, Ministria na e ka bu. Fatbarësisht, o fut projekt ashtu që shufut që shke mujtë më depërtu. Se o kone ana shkalume. Një ambulancë të e falendëru një vajzë të fshatit tonë, një Iliriana Zymberi, inspektore e Ministrit të Shëndetësisë atje, më ka njoftu
kanë mu marru kanë ambulon, tani ambulon kisha pas se me bon fshatin Shushicë. Na ka lajmëru, jemi dalë si qytetari, kemi mbledh parat, e kemi bon rafshitjen e venit, si bazë, trollin, do më thonë, e kemi pas, edhe e kemi si donacion. Ambulanta funksionon. Funksionon edhe kemi motër shumë të mirë. Shumë të mirë. Shumë. Ndërsa sa i përket transportit publik, autobusi për Istog. Po e kemi një djalë këtu të fshatit Shushicë, Florim Nimanin, Po. ai i transporton në zonësat. Për Istog, po pagesën në zonësat e bojnë gjithë cili për vit. Faleminderit. Faleminderit qofsh. Respekt. Faleminderit Vetë shumë. miru pafshi. Për kohën. Ju falenderoj shumë si televizion, si radio televizion që e ke marrë këtë hap, kaq të mirë për qytetarët, me popullin bashkë. Faleminderit. Faleminderit qofsh. Të ndërruar, ne vazhdojmë tutje. Autobusin e nalëm jemi me të ndërruarin Daut Arifaj. Mos Daut, përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Mirë, atë faleminderit. Ju a jeni mirë? Mirë. A je lodhset? Jo, ka pak. Qysh është puna e autobusave? Kur është orari për us qysh? Autobusa, ky rajoni Knina prej mbi vad ka 4 herë dite për ush, 4 herë për Padalisht, 4 herë për Shushicë dhe 4 herë për Mojstir edhe si ne. Për shembull Nuç, në ora 3, a muj marrë me autobus për Istog? Jo, ne e kemi zakonisht në zonësat kur shkojnë edhe kur shkojnë në shkollë. Kur shkojnë në shkollë. Po. Domethënë kur nuk shkojnë në shkollë, Po 4 ditë, domethënë 4 herë në ditë shkojmë. edhe verës, Verës nuk shkojmë. pse nuk shkojnë sepse s'ka S'ka udhëtar. Ne kemi provu një 6 vite kemi shku verës, kemi pas udhëtar hiç. A keni farë subvencione prej komunës paktën? Jo, për këtë sepse autobusa vera nuk ka kemi. bashkëdhëtar. Jo, s'ka subvencione. Domethënë vetëm Ne gjatë kemi provu gjithmonë, po nuk ka pas. Kemi na edhe të vogël autobusa mjaft, po i kemi 4-5 të vogël, Po. 2-3 të mëj, mirë, po nuk ka udhëtar, sinqerisht po them nuk ka. Nuk ka pas, 6 vite kemi majt, edhe verës, Po dikush duhet që e marrë një Po. punë, për shembull nëse hini punë në Istog, po, ti nuk mundesh me marrë nëse s'ka transport publik. A është ashtu? është e vërtet, Duhet me kerrë. Është e vërtet, mirë, po gjithë ata që shkojnë në Istog kanë kerrët e veta. Kjo është asi. Gjithë ata me kerrët veta shkojnë. E kemi provu këtë punë. Autobus ka në 6:30 për Istogu për Uq, mëngjes, në 7 është për Uqe Knena, për Istog Gjurakovc, Po. pastaj e kemi 11:10 prej Istogu për Uq, 15:12 e kemi prej Uqe Kjo vetëm Rakosh, gjatë mësimit. po Rakosh Istog Gurakovc, pastaj e kemi në 12:40 prej Gurakovci, 10:01 e kemi prej Istogu për Uq, 1:30 e kemi prej Uqe për Istog, pastaj e kemi 5:40 apo 17:40 prej Istogu në Uq, edhe tash që u ktheva. U ktheve. Po. Domethënë ju në Uq jeni në ora 7, jeni në ora 12, Po, jeni në ora 2, po. edhe jeni në ora 5:30. 6:30. 6:10. Po, 4 herë mund të udhtojnë 4 herë vetëm anegni gjatë procesit mësimor. gjatë procesit mësimor është. Domethënë vera është e paralizuar. Vera tregova edhe herë. Po. 6 vite kemi majt. Duhet me majt prap. Duhet prap me majt. Po nëse ka, po Duhet pse me jo? ndihmu dikush ty që ti me majt. Nëse ka, patjetër e majm. Po kur s'ka, e kemi provu me një udhëtar. Me një, në perëndim ka- deri në 12 se ki Kam me një. Po ato të komunës, po Gjithsesi, ajo private, s'ma merr mendja hiç. private kur ja. Unë në perëndim i kam 10 vjet. Unë e di që është Ti e di perëndim, shumë po. mirë. Ati Ajo në 3, a 1, a i 4. subvencionon dikush, neve kërkush. Na vetë që si noftin, vetë paguajmë, Sepse vetë nëse ti s'munësh mu udhtu, nuk i transport publik, ç'është më jetu në atë vend. Shqë, bindu që nuk ka udhëtar verës. Bindu që nuk ka. Edhe tash nuk ka udhëtar, veç në zonca. Vesh në zonca. 1, 2, a hypsot, muj me thonë krejt 4 vija që i kom pas, a i kom pas 5 udhëtar ajo. Nuk udhtojnë me autobus që jenë pak zotni. Zotni, Po. qofshin gjithmonë. Respekt, pasi do punë marr. Shëndet. Të
Të respektuar, e kem taku një punëtor shumë të madh. Na i thojmë Bacimus. Bacimus, përshëndetje. Tu më tjeta. A je mirë? Mirë. Si po kalon? Po, po. Qysh po ec? Qysh po Po zhvillohet ka jeta pak, në po këtë fshat? ka pak, po, ka dalë. Ju kryesisht mirëni me bagti, Po, me, po. me bujqësi. Po, A keni mjella, keni po, punua? kemi mirë, po, kemi mirë. Kemi Mirë. mirë mishin e kemi mirë. Ku këtu në këtë Kemi mirë qytu edhe kemi mirë, kemi edhe do të tuka ma poshtë aty që kemi ble. Edhe kemi mirë një 5 hektarë. 5 hektarë? Po, misër. Nisër. Po, do kemi morë me qere, do qërë. Do të keni morë Po, edhe po, tukë po, me qera. Po, po, me qera. Sa i përket sistemi të ujitjes, a mundi me ujit ato? A si pika, ata, së mund është me ujtë, se s'ka ujtë për S'ka vodë. ujë. Ja. A ka pas taj herë? Pa e në konë këto doma, prorit shushit që orët minolti, po a kur ka pas ujë, vadit kur s'ka pas, kur të thotë s'ka. S'ka. Ja. E sa i përket ujt pjes, a ka ujt Ujë pjes? pjesë dhe dikun. Dhe i dikun. Kur të ka boll ujë atje, ka edhe këtu. A keni me rabje të lira, Po po? me orët me bjeshke. Me bjeshke. Po, po, me sistem, vish kur ka boll, ka. Kur të mungohet atje o thotë, mungohet dhe këtu. A e paguni ata uj? Po, Edhe pse po, merrni ju po, nga, po. nga Orët në hidrodrini, hidrodrini edhe në prona private edhe pagujmë dhëtë me du të me pagu. po qashtë. Jeta në përgjithësi, ç'është po zhvillohet tu? Çka Po mungon jeta, në Shushicë? po jeta, Ju jeni që tu të rjetën. Si e shihni ju? jeta është e dekë, bre. Jetë e dekë, për rinia është shumë e dekë. Nëse rinia veç është 80% o ikë, kanë shku, kanë migru. Arsyeja kryesore, Arsyeja kryesore është jetesa, jeta. ekonomi. Do në ekonomi, do në me pos porë, mi pos porë në gjepë. Gjithë të cilë prindi s'ka mundësi mi dhonë porë, sa donaj, ai edhe të shkonë. Sistemi i ujrave të zeza është i rregulluar? Sistemi ujnave të zeza, 90% është i Është i delë. Po. rregulluar. Jo krejt 100%, vish 90% po. Po. Po jo do shtëpia si janë të me që ashtu keq. Kes. Se ajo duhet më konkret i rregulluar, po është prona edhe keq që kanë lënë, kanë duhet krejt pronin kanë lënë ato si ujnat e zeza dirën në pru. Shumë keq. A din se sa rrezik është ajo baktia të poshtë atje shko ata ujë me konsum. Lumi Shushica. Lumi Shushica. Sa e shkon dej në Tomac atje përzihet me lumi Shushica. Sa i përket organizimit me turinave, vini morrin? Po jo, me durinat i morin, me rregull. Me I pagujmë edhe i morin me rregull. Për çka tjetër si e i knoshën? Pa, si të shishi s'ka rini, s'ka perspektivë, s'ka knasi, pa rini s'ka ku. Qysh mu knosh njeri, populli me dalë në gjadë se shen një njeri gjithë ditën enë se shekon të enë, so kërkush. Vish do gërgjoja, do pleq aty, ata si duhen gjas, as katunit, as popullit, as kërkujna. Çka ka mirë? Anët pozitive që janë bo? Mirë është. Po lloj nuk e di çka më një mirë këtu. Nuk e di këtu çka më thonë mirë. Që shkolla ke mirë, është që aty në katun është në fshat, Po, ka lokal boll, po. në zonë sa ty mungu për ditë. Edhe Rrugët e mira. rruga është mirë, nuk ka Po. keq, se tash me rajt me thonë, Jo, vallai është absolut, keq, se duket absolut, po. se rrugët e kanë rrethuar tana on shotin janë Mirë. deri ty tana shtëpia. Po. Po. Që të gjohë mirë këtu. Ambulonta funksionon, Ambulonta, motrën po, medicinale vjen motra, edhe mirë, punon rregull shumë mirë. Ajo për gjithë ditë vjen. A është i punësuar dikush përpas shkollën në një punë tjetër në fshatin Shushicë? Apo nuk ka ku të punësohet njeriu? Ja, s'ka ku më punësu gjeti. Vetëm Çka- privat, sikur ti Po, se po, se je angazhuar unë në jam i bakti, punësuar, se po. unë jam tarti më konë pensioner i zojt, pension pa porë, apo të në pension, po, më 100 Edhe janë ato, po, që të kun s'ka ku më, S'ka ku më punësu. s'ka dhe më punësu. Vetëm alternativa e parë është më shku në Burg Dubrovës me punu si gardian. Në burë Dubrovë si gardian edhe këtu fshotë jo nuk unë janë ashkalu 100%. Vesh një gardian e kemi na fshotë jo S'ka pra Burgun dhe. burgun dere edhe këtu. Do një familje që ka që ata janë konë aty. Se këtu një gardian e kemi edhe kanë jenë munu më hi bollë. Edhe S'kanë mujtë me hi.
E ushtarën FSK kemi se Ai përderisa- na fshati jo një Një. kem po. Një di që është për tjesë di, po jo të ka ai me gjithë motë. Dy. Dy të kem. Po. Nga fshatin FSK, Po. sepse baza e FSK-s është shumë. Po hapur. që më nganë, valla. Mirë, që ata dy janë, kum po vinë këtu në lagj tonë, po shkojnë punë, po vinë, mirë po. Po nëse punësohesh një stëk dhe nuk ki makina, mund është mu bazu në transport publik me Po marrë jo, më, po s'mundesh, po ai transporti publik që ta në zonë sa më në ku qënë, edhe ato me fos ku gjë, keq. S'ka e so transport. Do më në transport regull çdo një Jo, orë nuk më, ka, jo, nuk më, çfarë, veç kush mundet me kërët vetë. me këtë. Me kërët vetë, a ki llogari më shkun punë. Ama për parësi, kur s'mu dikush pak të një ndim e pas ke motrën, Po motën këtu. Po motën Deri edhe ora punon, 4? punon, ja, deri në 4 punon. Punon deri ka 2 ora, veç mirë, po, vjen, këtu është, vjen, dhe një injekcion e vjen, diçka. vjen, punon, mirë. Mirë. Është në rregull dhe punon mirë. Mjek s'ka kur, Jo, ardhë mas po e ku lëshu ambullantan në detyrë, po e kanë ndërpres, s'ka marrë mos akush. e ty me punë tua, je i knoqën? Po Me më ato çka e bën ti? sa të mundesh më punu, Po. punon diçka del diçka. Del diçka. Jo, çash naçëm, kur farshmimi të garantuar s'ki. Jo. E ki grunin, ta merë sillosin zerës me 20 cent kilën. A ki llogari me 20 cent? Një thes ple sa kushton. Sa kushton fora e marume, që maru në për tjera vena, që marot fora vjen këtu për jashtë aty. Sa kushton, e ky ta merë 20 cent kilën. Ato është ajo mjerim. Mirë po ju kryesisht nisin gjithë ato që i Na mbendi, nisin i keni për po bakti tua. këshyri me përdorim na për tjera për punë tona veç keq. Ajo është më s'është hiç. Ajo s'ta mlën as jo punën, po se mlën hiç kush qafin. A është për parësi që je edhe bashkë me vlezër dhe punoni tu Po këtë veç ashtu se me mundu, morë se punëtore kështu. vetës mundesh hiç. s'mundesh Ik- hiç. Se këto bujqësin, çka nuk e munduar shteti me mojt. Çka se marë shteti s'ka kuqe. Shteti duhet, sa Kosova një qopë e vogël, ministri mundet për gjithë javë me dalë tana komunët me këshyrë, ku anfermeri, më shku të fermeri, jo më pi zyre me folë, më thonë, shko të fermeri, veni. këshyre të veni. Këshyre a ka, a të rajta, a ka lëpa, vena, dera, qka po manë, qka po, valla. Jo veç me pi zyre, më thonë, valla, që ka që kemi ndo mjetë grandë që ta kemi do, punën duhet me dalë me këshyrë në vend. Ven. Tu i ka komunja jonë, valla, tana komunat, për i ditë komunën tonë me kërë ministri mundet me dalë me vizitu. Me këshyrë, rruga Gjithë asfalt, tana. ato Që aty ku ka, ndërmarrje ku janë fermerat, subvencione, ku janë fermerat. ku janë fermerat. Se ato, në fshat tonë të s'ki nevojë me dalë, tu tana shpit. 80% se kanë asnjë. Asilo. Ja, nuk don me mojtë edhe ty be as se ka shoqja mundet me qitë një lope, ja se 2 lopëve, në kofta i punësum. Po s'është i punësum as vetas, Po deri sa është ka është mirë me pas. po dhe mira me E shfrytzu. ki djathi me kusin. Pa diçka bën, ki be, diçka tua, diçka po, ngatron. Po ngatron. Po bën diçka, jo, me thonë, s'ka. Faleminderit Maximus. Ishte knasi. Nasia, Respekt. Faleminderit shumë. Të dëruar, jemi në fshatin Shushic tek familja Ibrahimaj, saksisht tek Isuf Ibrahimaj. Na priti mirë çokolad, kafe, tarant mirat, si që dirë shqiptari me të prit. Faleminderit bas Isuf fillimisht. Mirë se keni ardhë, kam kënaqësinë të bisedoj me ju. Atë që e preokupon do të thotë fshatin, atë që unë do shta dhe ndjej edhe vetë se jam banor i këtij fshati. Po nuk e di, disa probleme po vazhdojnë prej vitin vit.
Cilat janë problemet kryesore, domethënë që e preokupojnë një qytetar të Shushicës? Po tash dihet që uji është si diçka kryesore që më njëherë në mëngjes kur zgjohet njeriu duhet më njëherë me pas ujin. Edhe ky është një problem që vazhdimisht po flitet që do të përmirësohet, po ende nuk ka diçka. Unë po flas për vitet e kaluara, do thot korrekt gosh ne kemi gjendjen me ujë shumë keq. Ka reduktime, shohet ujin mëngjes dikun 1 orë, 2 orë, ma s'ka ujë. Po si gjindni, çka bëni kur nuk ka? Atëherë duhet me rezervu ujë, do thot me bidona, me ashtu si mundemi. Transporti publik do të thotë është aktiv kur ka mësim. Si e shen ti transportin publik? Apo gjithë keni makina dhe nuk keni problem për transport publik, sepse keni makina personale? Po, edhe ky është një problem, edhe pse është një autobus që qarkullon, kuptohet kur ka mësim, mirë po, ky është problem se në këtë rrugën ose në fshatin ton nuk ka taksi, nuk ka, se sigurisht që po të kishte transport publik, shumica e njerëzve ndoshta kishin udhëtu me autobus dhe edhe pse të gjithë kanë do të thot automjete, po sigurisht që po do të kishte ndoshta pak më levërdi me udhëtu me autobus se sa me automjete, me vetura. Sa i përket infrastrukturës rrugore, mirë po shihet, do të thotë rrugë gjithandej janë rregullu. Çka ka mirë tash në fshatin Shushicë? Po mirë, në përgjithësi do të thotë rrugët janë asfaltu, ka aty këtu disa rrugica, sigurisht kjo rrugica e jonë këtu. Mirë po ajo që mu më pengon, po tash komunën s'mund ta fajsoj për shembull për shenjizim të rrugëve, kanë qenë fillim, po janë dëmtu, mandej një pasqyrë këtu që e kem pas e ka thyera, e kom paraqit kërkesën, kanë thonë që s'kemi njëherë donacion, nuk e di, ajo është si krim, po duhet, do të thot, mu interesu se mund të ndodhë diçka ma keq. Mos me prit më ndodhë diçka. Mandej, përgjithësi, do të thot, në fshatin Shushicë ka shumë të mira në krahasim me vitet tjera ose vitet e para luftës, sektori privat ka ecë një farë mënyre, jeta asnjëherë s'ka qenë më e mirë. Mirë po ajo që brengos do të thotë është shpërngulja, e ikja e trive do të thotë në shtetet e jashtme. Se di, po kërkojnë jetë më të mirë, kuptohet që diçka po ju mungon edhe atyne. Ka shumë, për shembull, një stog që kanë kalu një stog nga fshati Shushicë. Shumë familje. Po ndoshta shumë nuk janë, po është, si të themi, aferë. Edhe, thot, s'kam llogari më udhëtu, atëherë kalon një stog, po tash në varet sa është mundësia me ble banesën është mirë, po për shembull nëse kalon me qira, atëherë nuk ja vlen. Se po dihet që qyteti t'jap mundësi me punu krejt, po edhe fshati i ka të mirat e veta, është jeta e qetë, është ambienti. Rrugat e lagja Ibrahimaj këtu është pa asfaltuar. Po nuk e di, nuk them që na është bërë ndonjë padrejtësi, ndoshta po kjo rrugë është pak më e shkurt edhe sigurisht që tash përpresim radhën. Kanë qenë disa rrugica kështu të këtij lloji, po ndoshta pak më të gjata. Është edhe një të Sadikajt, që pritet edhe ajo mu kry. Tash veç kanë qenë duket e kanë matë rrugën edhe procedura është në vazhdim. Po presim, po shpresojmë.
nuk është gjithmonë se çfarë shen kamera. Po është mos gjuni aman, aman. Mos gjuni. M i madh i shtypit, O e vogël i shtypit, S mos